تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Thot autori rahimahullah, dije të mëshiroft Allahu, dije të drejtoft Allahu në bindje ndaj tij, se feja e pastër hanifije, feja e Ibrahimit, është të adhurosh Allahun një, duke ja përkushtuar të gjithë adhurimin vetëm atij. Me këtë Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit dhe për këtë qëllim i ka krijuar. I lartësuar i thot: gjindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Të më adhurojnë do të thot të më veçojnë me adhurim. Mos adhurojnë askën tjetër pos meje. Urdhri më i madh për të cilin ka urdhëruar Allahu është tauhidi. Ai është veçimi i Allahut me adhurim. Gjëja më e madhe të cilën e ka ndaluar Allahu është shirku. Ai është të adhurohet tjetër kush krahas Allahut. Argument është fjala e të lartësuarit: adhurojeni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا أيضا كما قلنا أسلوب لدعوة الناس إلى التوحيد أو إلى العلم أو إلى الدين، وكيف فيه أنه دعا بالرشاد للطاعة لمن يسمع ويقرأ. وهذا كما قلنا ينبغي أن يكون قدوة لنا في الدعوة إلى الله عز وجل. Pra shohim se thot autori rahimahullah, dije të drejtoft Allahu në bindje ndaj tij. Edhe kjo është përsëritje e asaj që tham për metodën dhe mënyrën e thirrjes në rrugën e Allahut, duke i thirrur njerëzit me butësi dhe duke u lutur për ta që të drejtohen dhe të jenë të udhëzuar në bindje ndaj Allahut. Dhe ky duhet të jetë shembulli ynë për në rrugën e thirrjes. Do të thënë, autori duhet të jetë shembull që duhet ta ndjekim në thirrje për te Allahu subhanahu wa ta'ala. أن الحنيفية والحنيفية مأخوذة في اللغة من الحنف وهو الميل، بمعنى الميل عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه هي ملة إبراهيم التي دعا إليها، وهي توحيد الله عز وجل. Ka thënë ta dish se feja e pastër që quhet hanifije, kurse fjala hanifije është e marrë nga fjala hanef, që do të thotë lakim, dhe qëllimi është largim prej shirkut. Pra kjo është feja e pastër e Ibrahimit alayhis salatu wassalam, në të cilin ai i ka thirrur njerëzit. وإبراهيم عليه السلام هو إمام الموحدين والحنفاء. Pra Ibrahimi ka thirrur në tauhid dhe ai është imami i njerëzve të tauhidit dhe njerëzve të pastër prej shirkut. وتنازعت طوائف الكفر في إبراهيم من اليهود والنصارى، كلهم نسبوا إبراهيم إليهم، وبرأ الله عز وجل إبراهيم من ملل الكفر من اليهود والنصارى. Për Ibrahimin alayhis salam kanë kundërshtim grupe të ndryshme të kufrit dhe prej jahudive dhe krishterëve, dhe të gjithë ata pretendojnë se Ibrahimi alayhis salam ka qenë në fenë e tyre. Mirpo Allahu i lartësuar e ka pastruar Ibrahimin alayhis salam nga të gjithë këto atribuime. وبين أن إبراهيم كان على الإسلام، الإسلام بالمعنى العام والاستسلام لله بالتوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما.
Allahu na ka sqaruar se Ibrahimi a.s. ka qenë në Islam, me kuptimin e përgjithshëm të fjalës Islam, që do të thotë në nënstrim ndaj Allahut me tauhid. Dhe ka thënë Allahu, Ibrahimi nuk ishte jahudi as i krishter, por ka qenë i pastër, i nënstruar ndaj Allahut dhe nuk ka qenë prej mushrikëve. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Për këtë shkak Allahu e ka urdhëruar edhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam që ta ndjek rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Ka thënë pastaj të shpallëm ty, ndiqe rrugën e Ibrahimit të pastër prej shirkut. مما يدل على أن ملة إبراهيم هي التوحيد وتبرأ من قومه ومن كفرهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Ajo që tregon se Ibrahimi a.s. ka qenë në tauhid është distancimi i tij dhe largimi, pastrimi prej popullit të tij, për cilin ka thënë Allahu kur Ibrahimi i tha babait të tij dhe popullit të tij, unë jam i pastër dhe i distancuar nga ajo që ju adhuroni, përveç atij që më ka krijuar, ai do të më udhëzojë. ثم بين ملة إبراهيم فقال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. Pra vëtej e ka shpjeguar fejnë e Ibrahimit, ose Hanifien, ka thënë, është të adhuros Allahun një, duke i përkushtuar të gjithë adhurimin vetëm atij. والعبادة لها تعريفان مشهوران ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Fjala adhurim dhe ibade ka dy definicione të njohur që i ka përmendur Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. التعريف الأول بالنظر إلى ما يقوم به العبد من العبادات. Definicioni i parë ka të bëjë me atë që vepron robi prej ibadetit, do të thënë ibadetit të cilin e vepron robi. وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التعريف المشهور. Në këtë aspekt, definicioni i ibadetit është se fjala ibade është emër që përfshin çdo gjë që e do Allahu dhe që është i kënaqur me të, prej veprave dhe fjalëve, të dukshme dhe të brendshme. Ky është definicioni i njohur. والتعريف الآخر أيضا مشهور وهو بالنسبة لما يقوم في قلب العبد. Dhe definicioni tjetër gjithashtu i njohur është definicion për aspektin e adhurimit, do të thënë për atë që është në zemrën e robit. وهو غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. Ky definicion është kulminacioni i dashurisë me kulminacionin e nënshtrimit dhe përulësisë ndaj Allahut. والعبادة لها شرطان لا تقبل إلا بهما الإخلاص والمتابعة. Adhurimi ka dy kushte që nuk pranohet pa plotësimin e tyre. Edhe ato janë sinqeriteti në përkushtim dhe ndjekja e rrugës shariatit. ولها ثلاثة أركان أيضا لا تصح العبادة إلا بهما وهما الخوف والرجاء والمحبة. Dhe adhurimi ka pashtu 3 shtylla që nuk është i sakt përveç se me plotësimin e këtyre. Edhe ato janë frika, shpresa dhe dashuria. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا رسالة في تفسير سورة الفاتحة وكيف أنها دلت على أركان العبادة الثلاثة. لا بد في العبادة أن تحب الله وأن تخاف الله وأن ترجو الله. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab gjithashtu ka një libër që është për shpjegimin e surës El-Fatiha dhe aty shpjegohen shtyllat e adhurimit dhe që tjetë adhurimi i sakt, do të thënë duhet plotësohen këto shtylla dhe për qenë ky adhurim i sakt, do të thënë duhet njeriu të dojë Allahun, të shpresojë tek Allahu dhe të friksohet prej tij. كيف دلت سورة الفاتحة على المحبة والرجاء والخوف. Në çfarë mënyre argumenton surja Al-Fatiha për këto shtylla, për shpresën, frikën dhe dashurinë? من يجيب؟ Ose dashurinë, shpresën dhe frikën, kush do të përgjigjet?
Lu? الرحمن الرحيم. Pa? Për çka është? ما هي الأركان أولا ثلاث؟ Cilat janë këto shtyllat njerë përmendi? Këto 3 shtylla, cilat janë? Po, dashuria në fillim, shpresa dhe frika, se për këti po. Si argumentohet dashuria? Ajeti par, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalil ala al-mahabba. كيف؟ Si, على الحمد وليس المحبة. si është ky argument për dashuri, kur këtu thuhet hamd, lavdi, nuk përmendet dashuria. Bine nga ata që ka ardhur. Si? Bine nga ata që ka ardhur Allah. Ja. Çish është argument Alhamdulillahi Rabbil Alamin, do të thënë çish është ky ajet argument se dashuria është shtyllë e imanit. Dikush tjetër, shtyllë e adhurimit, ibadetit. تعريف نموذج Ja, çka namaz? تعريف العبادة أنها غاية كل العبادة الآن لها 3 أركان. لا بد للعبد أن يحب الله. Pra, ky adhurimi i ka 3 shtylla, që tjetë adhurim. Do të thënë fillimisht njeriu patjetër ta dojë Allahun. نعبد الله محبة E adhurojmë Allahun nga dashuria ndaj tij. ونعبد الله نرجو ثوابه E adhurojmë Allahun duke shpresuar shpërblimin e tij ونعبد الله نخاف من عقابه. dhe adhurojmë Allahun duke u friksuar prej dënimit të tij. الصوفية قالوا نعبد الله فقط محبة لا نرجو جنته ولا نخاف ناره وهذه زندقة. Sufit thonë e adhurojmë Allahun vetëm pse e duam dhe nuk shpresojmë prej tij xhennet edhe nuk friksohemi prej xhenemit. Dhe kjo është zendaka, dalje prej islamit. والخوارج قالوا نعبد الله بالخوف. أخذوا أحاديث فقط الوعيد ودخول النار والتكفير وتركوا الرجاء. Khawarij kanë thonë adhurojmë Allahun nga frika, edhe i kanë marrë argumentet e kërcënimit për dënim, argumentet që përmendin në xhehenemin e kështu me radhë dhe e kanë anuluar aspektin e shpresës. والمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب عبدوا الله فقط بالرجاء. نظروا إلى الرحمة فقالوا افعل ما تشاء من المعاصي لا يضرك شيء. Murxhiet e adhurojnë Allahun në bazë të shpresës, edhe ata thonë se nuk bën dëm me iman, nuk bën dëm asnjë mëkat, prandaj do thotë i bëjnë mëkatet e lloj-llojshme duke u bazuar te kjo shpresa e tepruar në mëshirën e Allahut. أما أهل السنة يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعبدون الله خوفا ومحبة ورجاء. Ehlu sunna adhurojnë Allahun siç ka thënë Allahu për pejgamberët dhe njerëzit e mirë, na luteshin me frikë dhe me shpresë dhe ishin të përulur ndaj nesh. Do të thënë adhurojnë Allahun me dashuri, me frikë dhe me shpresë. الآن محبة خوف رجاء أين هي في سورة الفاتحة؟ نأخذ أولا Tani kuptuam se المحبة. flasim për dashuri, shpresë dhe frikë. Ku janë këto trija në surën Fatiha? Në fillim pyesim për dashurinë. A dhe egzam? Këndurmëshme e lafdu Allah subhanahu wa taala në qëfës kjo alhamdulillah rabbil alamin, kjo bjen që e danë Allah subhanahu wa taala prandaj edhe e lafdu. يعني نعم قريب بقي نصف يقول يعني لا تحمد الله إلا وأنت تحبه كيف يعني تحمده أحسنت الجواب صحيح. الحمد لا يكون إلا مع المحبة وهذا الفرق في اللغة العربية بين المدح والحمد. المدح قد تمدح شخصا أنت خائف منه ولا تحبه لكن تمدحه تريد تكفي شره. لكن الحمد معناها أنك تثني عليه مع محبته. الحمد لله رب العالمين دليل المحبة صحيح.
Këtu është dallimi në gjuhësor mes fjalës hamd edhe fjalës medh. Domethënë, prandaj edhe në gjuhë shqipe mundohemi ta parafrojmë, domethënë është dallimi mes fjalës lavdi dhe lavdrim. Domethënë ka mundësi ta lëvdosh dikant, lëvdata, domethënë, ose lavde i jep dikujt duke u rryer, domethënë ndoshta vetëm nga frika ose për ndonjë interes e lëvdon, i thurr fjalë të mira, lëvdata domethënë. Do thotë pa pasur dashuri. Kurse hamdi, domethënë shprehja e lavdis është vetëm buron nga dashuria, domethënë. Prandaj do thotë kjo fjali në kupton se është argument për dashurinë ndaj Allahut. Wa ayna ar-raja? Ku është shpresa tani te surja Fatiha? الرحمن الرحيم. نعم. الرحمن الرحيم. الرحمة معنى الرجاء. ترجو رحمته. وأين الخوف؟ ذفريكا. مالك يوم الدين، خوف الله عز وجل عباده بيوم القيامة. نعم. Domethënë Ar-Rahman Ar-Rahim është përmenden këto cilësi që shkaktojnë shpresë te robi, pasi përmendet mëshira, domethënë shpreson mëshirën e Allahut. Dhe Maliki Yawmiddin, domethënë gjykuesi ose domethënë gjykatësi në ditën e gjykimit ose sunduesi në ditën e gjykimit. Pra dita e gjykimit është diçka që shkakton frikë te robi, sepse do të qëndrojë para Allahut dhe do të jap llogari për veprat e tij, dhe ky është argument për shtyllën e frikës. Domethënë te këto 3 ajetet e para janë këto 3 shtylla të adhurimit. ثم بين أن العبادة لا بد فيها من الإخلاص مخلصا له الدين، وهذا كما قلنا شرط أحد شرطي قبول العبادة. Pastaj ka treguar kushtin e ikhlasit ose përkushtimit të pastër, domethënë që është e përmendëm më herët, domethënë është kusht që të pranohet adhurimi tek Allahu, domethënë që të jetë vepra e pastër vetëm për Allahun. كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي متابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي إخلاص. Dhe për këtë është argument fjala e Allahut për kthimin i cilës është kush shpreson në takimin me Zotin e tij, le të bëj vepra të mira. Dhe kjo nuk kupton ndjekjen e sunetit, pra të bëj vepra të mira dhe mos i shoqërojnë në adhurim Allahut askënd. Dhe kjo nuk kupton thotë pastërtinë e përkushtimit, që veprat i bëj vetëm për Allahun. إذن العبد الذي يريد أن يقبل الله عز وجل منه أي عبادة صلاة وصيام لا بد أن يجعل الإخلاص والمتابعة أمام عينيه. Prandaj çdo herë njeriu kur bën ndonjë vepër, ndonjë ibadet dhe do që të pranohet ajo tek Allahu, duhet t'i ketë parasyve këto dy kushte: ikhlasi, do të thonë pastrimi i veprës vetëm për Allahun, dhe të jetë në përputhje me shariatin, me Kur'anin dhe Sunetin. الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل لأبي علي الفضيل بن عياض ما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. قيل فسر لنا هذا. قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، الصواب المتبع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. وإذا كان العمل صوابا أي في الاتباع لكنه ليس مخلصا أيضا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Allahu i lartësuar ka thënë se ka krijuar qiellin dhe tokën që t'ju sprovoj kush do të bëj vepra më të mira, më të bukura. Dhe kanë pyetur Fudail ibn Iyadin, Abu Ali, Fudail ibn Iyad, çka do thotë ky ajet? Ka thënë kush do të bëj vepra më të pastra dhe më të sakta. Dhe ka thënë na shpjegoj këto, çka do thotë më të pastra dhe më të sakta. Ka thënë kur vepra është e pastër, por nuk është e saktë, nuk pranohet. Dhe kur është
e sakt, por nuk është e pastër, nuk pranohet. Nuk pranohet dhe përderisa të jetë e pastër dhe e sakt. E pastër është ajo vepër që bëhet vetëm për Allahun dhe e saktë është ajo që është sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. لذلك الناس ينقسمون 4 أقسام تجاه هذين الشرطين. Prandaj në lidhje me këto dy kushte, edhe këto shënojni, në lidhje me këto dy kushte njerëzit ndahen në 4 grupe. القسم الأول وهم خير الناس من عبدوا الله بالإخلاص والمتابعة. Pjesa e parë, njerëzit më të mirë, ata të cilët e adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër të sinqert dhe me ndjekje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. القسم الثاني وهم شر الناس. Pjesa e dytë, njerëzit më të këqij. وهم ابتدعوا بدعا ولم يرجوا بها وجه الله لا إخلاص ولا متابعة. Njerëzit më të këqij, të cilët shpikin vepra që janë bidate dhe nuk I bëjnë ato për ta fituar kënaqësinë e Allahut. Do të thënë, as nuk I bëjnë me ikhlas, me sinqeritet të përkushtimit, as nuk e ndjekin udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. والقسم الثالث من ليس عندهم إخلاص وعندهم متابعة في الظاهر، بمعنى أنه إذا رأيته يصلي كما صلى رسول الله في الظاهر وركز على الظاهر، لأن المتابعة لا بد أن تكون في الظاهر وفي الباطن. فهذا في الظاهر متابع لكنه أراد مدح الناس، أراد الرياء، أراد السمعة، لم يرد وجه الله. هؤلاء المنافقون. Pjesa e tretë ose lloji I tretë I njerëzve janë ata të cilët e ndjekin sunetin në atë që është e dukshme, mirëpo nuk e kanë në zemër përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do thotë në pjesën e dukshme, për shembull, e fal namazin sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirëpo ne jemi të urdhëruar që të jetë ndjekja në të dukshmen edhe në të brendshmen. Dhe ata njerëz që në pamjen e jashtme janë plotësisht në përputhje me sunetin, mirëpo në brendësi nuk janë të sinqert me Allahun. Do thënë ata janë munafikët, të cilët vetëm në pamje janë të në përshtatje me sunetin. والقسم الرابع من ليس عنده متابعة لكن عنده نوع إخلاص، وهذا أيضا إخلاص ناقص. هؤلاء أهل البدع، احتفلوا بأعياد بدعية أو فعلوا بدعا ويقولون نرجو بها وجه الله، هذا أيضا لا يقبل. Pjesa e katër, njerëz që kanë sinqeritet, do të thonë që e duan fytyrën e Allahut, mirëpo nuk e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky sinqeritet ose ky përkushtim është I mangët. Pra, si thamte, ndjekja nuk është ndjekja e plot nëse nuk është sinqeriteti në zemër. Gjithashtu edhe këtu sinqeriteti nuk është I plot nëse nuk është ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra njerëz që kanë shpikur bidate edhe kremtojnë festa që janë bidat, edhe thonë me këtë shpresojmë të arrijmë shpërblimin e Allahut. Do të thonë këtu ekziston tek ata përkushtimi, por jo përputhja sipas sunetit. ثم قال بعد ذلك وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وهذا ما ذكرناه أن من أهمية العقيدة أن العبد يعلم أنه ما خلق إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. Më tutje, thot autori, me këta Allahu I ka urdhëruar të gjithë njerëzit dhe për këtë qëllim I ka krijuar. Domethënë kjo është si ajo që thamë më herët, se qëllimi I krijimit njerëzve është që ta adhurojnë Allahun dhe që ta veçojnë atë me adhurim, nuk I ka krijuar për asgjë tjetër përveç se për këtë. قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهذا ما ذكرناه أيضا في فضائل العقيدة أن أعظم أوامر الله عز وجل هو التوحيد. جاء في حديث أبي ذر لما قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، قال أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال أفضل الحسنات لا إله إلا الله.
Pastaj ka thënë urdhri më i madh për cilin ka urdhëruar Allahu është tauhidi. Edhe këtë përmendëm te mësimi i parë kur folëm për vlerën e akides dhe vlerën e tauhidit. Ky është urdhri më i madh që e ka dhënë Allahu dhe kjo është mirësia më e madhe, do të thënë vepra më e mirë që ekziston, siç është përmendur në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu anhu kur ka pyetur a është fjala la ilaha illallah për veprave të mira, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është vepra më e mirë. Do thënë fjala la ilaha illallah është më e mira nga të gjitha veprat. قال هنا وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وذكر توحيد الألوهية لأنه أعظم أنواع وأقسام التوحيد الثلاث، ولأن المعركة بين الرسل وأقوامهم كانت في هذا القسم وهو إفراد الله بالعبادة. Ka thënë pra urdhri më i madh për cilin ka urdhëruar Allahu është tauhidi. Ai është veçimi i Allahut me adhurim. Pra këtu fjalën tauhid e ka shpjeguar me tauhidul uluhiyya, sepse tauhidul uluhiyya është lloji kryesor ose pjesa kryesore e tauhidit. Dhe kjo është tema për cilën janë kundërshtuar pejgamberët me popujt e tyre. Edhe këtu ka qenë lufta për themelimin dhe zbatimin e tauhidul uluhiyya, pra veçimin e Allahut me adhurim. وأنواع التوحيد الثلاث دل عليها أو على هذا التقسيم الثلاثي التتبع والاستقراء، بمعنى أن أهل العلم قرأوا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنها أو أن التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاث: الألوهية والربوبية وأسماء الله عز وجل والصفات. فإذا دليل هذا التقسيم هو تتبع الآيات والقرآن. نعم. Këto tre lloje, kur I përmendim, do të thënë tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya dhe tauhidul asma'i was sifat, janë lloje të cilat dalin nga mbledhja e të gjitha ajeteve dhe haditheve. Do të thënë kur I lexojmë, dietarët pra e kanë lexuar, kanë studiuar Kur'anin dhe I kanë mbledhur gjitha ajetet dhe kanë parë se tauhidi nuk del nga këta tre lloje. Do të thënë tauhid nuk ka tjetër që përmendet në Kur'an përveç se një prej këtyre tre llojeve. Pra tauhidi ose veçimi I Allahut në zotërimin e tij, se Allahu është një dhe I vetëm në zotërim, dhe veçimi I Allahut me adhurim, si dhe veçimi I Allahut dhe se Allahu është një dhe I vetëm në emrat dhe cilësitë e tij. أين في سورة الفاتحة أقسام التوحيد الثلاثة؟ Ku gjendet surën Fatiha këto tre lloje të tauhidit? اليوم درس اختبارات. Do të thënë mësim me test. توحيد ماذا؟ Cili lloj, thuaj arabisht, cili lloj tauhid? توحيد الألوهية. طيب نريد واحد يأتي بالأقسام الثلاث في الفاتحة. Të tre llojet dikush t'i përmend edhe me argumentet e tyre. وأين الربوبية؟ خلي واحد يأتي بالثلاثة. Të treja. الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية. Ngresën. مالك يوم الدين توحيد الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم أسماء والصفات. أسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد ألوهية. أحسنت. من يذكر لي آية واحدة ذكرت أقسام التوحيد الثلاث؟ A di dikush një ajet që I përmend të tre llojet e tauhidit? نعم شيخ. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أحسنت. آية الكرسي ذكرت أقسام التوحيد الثلاث. آية الكرسي في آية أخرى في آل عمران في مريم رب السماوات من يعرفها؟ هل تعلم؟ أحسنت. أين أقسام التوحيد الثلاث في الآية؟ الرب الذي ذكر الربوبية والألوهية هل تعلم له سميع؟ نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميع؟ رب السماوات والأرض
توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. Këtu në këtë ajet, në surën Maryam, thot Allahu i lartësuar, pra për krimi ajetit është, ai është Zoti i qiellit dhe i tokës, dhe çdo gjë që ka mes tyre. Do thënë këtë pjesë është cili lloj tauhidit, rububien. Pastaj në vazhdim thot, atë adhuroje dhe bëhu qëndrueshëm dhe durimtar në adhurimin ndaj tij, dhe këtu përfshihet, domethënë ose sqarohet, argumentohet tauhid al-uluhiyya. Dhe në fund, thot Allahu, a di do një që e ka emrin e tij, pra a di emnak të tij, që dhe më thënë askush nuk i ka emrat dhe cilësit e Allahut, dhe kjo është tauhidul asma'i was sifat, ose veçimi Allahut me emrat dhe cilësit e tij. لما نقول الدليل التتبع والاستقراء، هذا في غلق الباب على أهل التكفير حين يأتي ويزيد قسما رابعا وهو الحاكمية. Kur themi se ndarja e tauhidit është bërë në bazë të ndjekjes dhe analizës të ajeteve dhe grumbullimit të ajeteve, do të thonë këtu mbyllet dera njerëzve të tekfirit, të cilët kanë shtuar një pjesë të katërt të tauhidit dhe i thonë tauhidul hakimiyya, ose veçimi i Allahut në gjykim. لأنهم يجعلون المسألة يقولون هذا تقسيم اصطلاحي، ومعنى اصطلاحي أي أنه قابل للاجتهاد، كل من جاء وقسم كما يريد، لكن نقول ليست المسألة اصطلاحية، إنما المسألة بتتبع الأدلة من القرآن والسنة. Pasi ata thonë se kjo ndarje e tauhidit është, do të thonë që ka të bëjë me teorinë dhe teoretizim, dhe kur thuhet se teori, do thotë secilit si kujtohet mund ta ndajë tauhidin. Dhe e saktë është se kjo ndarje nuk është ijtihad, do të thonë vetëm konkluzat të dietarëve në bazë të mendimeve të tyre, por është në bazë të grumbullimit dhe analizës së ajeteve. Prandaj duhet të jetë dallimi, sepse ka mundësi që vinë njerëz dhe thonë, siç e ka ndarë filani tauhidin, edhe unë do ta ndaj një ndarje tjetër, dhe kjo nuk është e saktë. وهم أصلا ما أرادوا بزيادة هذا القسم الذي قال عنه الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلم أنه بدعة تقسيم التوحيد أو إضافة قسم الحاكمية. هم أرادوا بهذا التقسيم تكفير ولاة الأمر وحكام المسلمين، بمعنى أن هؤلاء نقضوا التوحيد فهم كفار. أول من جاء بهذا وركز عليه سيد قطب وتبعه السرورية والتكفيريون من بعده. Kjo ndarje e tauhidit, ose shtimi i kësaj pjese, i tauhidul hakimiyya, është bidat, siç ka thënë Sheikh Uthaymin rahimahullah, është prej shpikjeve dhe bidateve dhe nuk lejohet. Dhe qëllimi i këtyre që kanë shtuar këtë pjesë nuk është qëllimi sqarimit të tauhidit, po është qëllimi që t'i bëjnë tekfir pushtetarët e muslimanëve. Edhe të thonë se në realitet këta pushtetarë e kanë prisur tauhidin, do të thënë edhe kanë anuluar tauhidin, prandaj do të thënë janë mosbesimtar, edhe ky është qëllimi me këtë çështje. Dhe i pari që e ka aktualizuar dhe ka ngritur këtë temë është Sejt Kutubi, pastaj ata që e kanë ndjekur prej sururive dhe tekfircave të tjerë. والأمر المهم الآخر في تقسيم التوحيد أن من يعترض على هذا التقسيم يقول أنه من ابتداع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وبعضهم يقول ابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. Nga ana tjetër, ka njerëz të tjerë që e kundërshtojnë këtë ndarje të tauhidit. Edhe thonë se ndarja e tauhidit në 3 pjesë është prej shpikjeve të Muhammed ibn Abdul Wahhabit, ose disa thonë se këtë ka shpikur i pari Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Allahu i mëshiroft të gjithë. والجواب عن هذا أن هذا التقسيم ذكره أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون، بمعنى أنه أيضا قبل محمد بن عبد الوهاب بقرون أكثر.
Përgjigja është se në realitet këtë ndarje të uhidit e kanë përmendur dietarë të vjetër me shekuj para Ibn Taymijes. Edhe që automatikisht do më thonë që ka qenë shumë shekuj më shumë para Muhammed ibn Abdul Wahhabit. منهم أبو حنيفة ذكر هذا التقسيم. Një prej tyre është Abu Hanifja që e ka përmendur këtë ndarje. ومنهم القاضي أبو يوسف الحنفي أيضا والطحاوي. Pashtu këta gjithë prej dietarëve të Hanefive, Abu Yusuf dhe Tahawi prej imamëve të Hanefive e kanë përmendur këtë ndarje të tauhidit. ذكره أيضا ابن بطة Ka përmendur الإبانة وابن مندة pashtu këta dietarë Ibn Battah, Ibn Mende وابن حبان والتيمي وغيرهم من العلماء كثير. dhe të tjerë dietarë të shumtë. ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. هذا هو الشرك الأكبر، ولا شك أن الشرك من أعظم الذنوب وأظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, gjaja më e madhe të cilën e ka ndaluar Allahu është shirku. Dhe ai është të adhurohet tjetër kush krahas Allahut. Do të padyshim se shirku është mëkati më i madh dhe ajo më e madhja që e ka ndaluar Allahu dhe është padrejtësia më e madhe. ويدل على قبح الشرك جملة من الأمور. الأمر الأول أنه أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. Këtë shëmtim në shirkut dhe në verinë e shirkut argumentojnë disa aspekte. Njëri prej tyre se shirku është padrejtësia më e madhe. Si ka thënë Allahu, shirku është padrejtësia e madhe ose padrejtësia më e madhe. الأمر الثاني أن فيه تنقص لرب العالمين وعدل غيره به. Çështja tjetër është se shirku nënkupton do të thënë nënçmim ose humbje të hakut të Zotit të botës, edhe barazimin e tjetër kujt me atë subhanahu wa ta'ala. الأمر الثالث أنه محبط للعمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Çështja e tretë është se shirku i azgjëson të gjitha veprat, se ka thënë Allahu, do të thënë i morëm të gjitha veprat që i kanë vepruar dhe i bëm pluhur e hi. Do thotë është azgjësuesi të gjitha veprave të mira. ومنه أنه من مات عليه فإن الله لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به. Tjetër që e tregon shëmtinë e shirkut është se kush vdes pa u penduar prej shirkut nuk i falet asnjëherë. Allahu ka thënë, Allahu nuk ja fal shirkun askujt. ومنها أن من مات عليه قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Tjetër është se kush vdes me shirk pa u penduar prej shirkut, atij i ndalohet hyrja në xhennet dhe vendi i përhershëm i tij është xhehenemi. Siç ka thënë Allahu, kush i bën shirk Allahut, Allahu ja ndalon atij xhennetin dhe vendi i tij i përhershëm është xhehenemi. إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة. والشرك لا شك أنه شرك أكبر وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وشرك أصغر وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. Dhe tjera aspekte dhe argumente për shëmtim dhe të keqen e shirkut ka të shumta. Edhe padyshim se shirku është dy llojesh, shirk i madh dhe shirk i vogël. Do të thonë shirku i madh është ai që e bën njeriu që të jetë përgjithmonë në xhehenem, dhe shirku i vogël është çdo mjet. Shirku i madh është barazimi i tjetër kujt me Allahun subhanahu wa ta'ala në adhurim. Dhe shirku i vogël është çdo rrugë dhe mjet që çon deri te shirku i madh. والأمر بالتوحيد في القرآن يأتي كثيرا مقرون بالنهي عن الشرك، لأن التوحيد لا يصح إلا بالبراءة من الشرك وأهله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. Urdhri për tauhid në shirk, urdhri për tauhid në Kur'an, çdo herë ose në shumicën e rasteve vjen bashkë me ndalimin e shirkut. Domethënë
Dhe kjo tregon se tauhidi, do të thënë, nuk mund të jetë i pranuar pa distancim dhe pastrim prej shirkut. Edhe ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Do të thënë, nuk ka të adhuruar me të drejtë, që është mohim, përveç Allahut, që është pohim. Do të thënë, patjetër duhet të jenë këto të dyja, dhe këtë gjejmë në ajetet shumëta, pra ku thot Allahu, adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Dhe në ajetet të tjera me këtë kuptim. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. يأتي الله عز وجل في التوحيد بالأمر به والنهي عن الشرك، وهذا بيان معنى لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. Këtë gjejmë shumë në ajetet shumëta, më thënë gjithmonë urdhri për tauhid bashkë me ndalimin e shirkut. Pra, thot Allahu, ka thënë Allahu i lartësuar kjo për shkak se Allahu është haku, Allahu është e vërteta dhe vetëm ai adhurohet me merit dhe me të vërtetën. Dhe çdo gjë përveç tij, çdo gjë që adhurohet përveç tij është batil, është e pavërteta, e kota. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, kemi dërguar në secilin popull nga një të dërguar që do thotë adhuroni Allahun dhe mos e shoqëroni atij në adhurim asgjë. Kështu do të thonë të gjitha këto ajete që kanë kuptimin e fjalës la ilaha illallah. Do të thonë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra patjetër mohim dhe pohim. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربه. Në vazhdim, thot autori rahimahullah, tre themelet dhe argumentet e tyre. Nëse pyetesh cilat janë tre themelet të cilat njeriu është i obliguar të di, ti thuaj ta njoh robi Zotin e vet, fenë e tij dhe profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me argumente. بين هنا رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة إجمالا، ثم بعد ذلك سيذكرها تفصيلا، وذكره للإجمال هنا من باب التشويق لمعرفة هذه الأصول واختصارها للسامع. Pra këtu, autori rahimahullah i përmend këto tre themele. Në fillim të përgjithësuara, pastaj në vazhdim i përmend në detaje secilin veç e veç. Dhe përmendja e përgjithshme ose përmendja e përgjithësuar këtu është për ta nxitur dhe për ta josur interesimin e lexuesit, domethënë që në fillim i merr vesh për cilat tema flitet dhe në vazhdim tregohen detajet për to. فإذا هذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ونبيه ودينه، وهذه هي الأسئلة الثلاثة التي يسأل المسلم ويفتن في قبره أو المرء، مسلم والكافر: ما دينك؟ من نبيك؟ أو من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ Këto tre themele janë këto çështjet kryesore, për të cilat njeriu pyetet në varr, secili njeri, edhe muslimani dhe jo muslimani, secili pyetet kush është Zoti yt, edhe kush është pejgamberi yt, dhe cila është feja jote, dhe gjithashtu kush është ky njeri që është dërguar tek ju. وكذلك جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا دخل الجنة. فإذا هذه الأصول الثلاثة مستقاة من هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
Gjithashtu në hadith është përmendur dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është i kënaqur me Allahun për Zot dhe me Islamin për fe dhe me Muhamedin për të dërguar dhe profet për pejgamber, ai do të hyjë në xhenet. Do të thonë këto tre baza ose themele që i ka përmendur autori rahimahullah, të gjitha janë, do të thonë këto tre janë të nxjerra nga këto argumente, nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. والأصول ما نقول أصول ثلاثة. الأصل هو ما يبنى عليه غيره. مثل الشجرة لها أصل وفروعها في العالم. هذه الأصول الثلاثة التي يقوم عليها الدين كله، إما الرب والدين والنبي. Kur thuhet usul, arabisht është shumë si fjalës asl, që do të thonë themel ose rrën, edhe në të gjitha kuptimet të thotë diçka mbi të cilën ndërtohet pjesa tjetër ose ndërtohet degët. Pra themeli mbi të ndërtohet e gjithë feja në këtë rast. Këto janë tre themele. Zoti, kush është Zoti yt, Allahu, edhe cila është feja jote, edhe kush është pejgamberi yt. Do të thonë çdo gjë ndërtohet mbi këto tre baza dhe themele. الأول قال معرفة العبد ربه، الثاني دينه، والثالث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Ka thënë baza e parë ose themeli i parë ta njohë robi Zotin e vet, i dyti fenë e tij dhe i treti profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. نعم كمان. كم دقيقة على الصلاة؟ هذا الساعة في رزان؟ يستبناس في 25 دقيقة. نعم توكل. 20. يقول رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Më tutje thot autori rahimahullah, themeli i parë njohja e Zotit. Thot, nëse pyetesh kush është Zoti yt, ti thuaj Zoti im është Allahu, i cili më krijoi dhe më dha jetë mua si dhe të gjitha krijesave, me dhuntitë e tij. Ai është Perëndia, i adhuruari im, dhe unë nuk adhuroj askënd post tij. Argument është fjala e të lartësuarit, elhamdulillahi rabbil alamin, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, Zotit të krijesave. Çdo kush pos Allahut është krijesë, dhe unë jam një prej këtyre krijesave. Nëse pyetesh si e njeh Zotin tënd, thuaj përmes shenjave dhe përmes krijesave të tij. Ndër shenjat e tij janë nata, dita, dielli, hëna, ndërsa ndër krijesat e tij janë 7 qiejt, 7 tokët, çdo gjë që ka në to dhe çdo gjë që ka mes tyre. Argument është fjala e lartësuarit. Ndër shenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos bëni sejdë as për diellin as për hënën, por bëni sejdë për Allahun, i cili ka krijuar ato, nëse jeni vetëm atë që adhuroni. Nëse jeni që vetëm atë adhuroni. Si dhe fjala e tij, në të vërtetë Zoti juaj është Allahu, që krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, e pastaj u ngrit mbi arsh, mbi fron.
Ai me errësirën e natës e mbulon ditën, e cila e ndjek atë më të shpejt. Dielli, hëna dhe yjet I përulen urdhrit të tij, vetëm atij I përket krijimi dhe urdhrimi. I bekuar është Allahu, Zoti I krijesave. بدأ بالأصل الأول وهو أهم الأصول بلا شك، وهو الرب سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك من ربك بدأ الآن بالجواب، وهذا أيضا من أساليب التعليم، أن تخرج الفائدة على صيغة السؤال والجواب. نعم. Tani fillon autori rahimahullah me përmendjen ose sqarimin e detajuar të themelit të parë. Edhe pa dyshim se ky është themeli I të gjitha themeleve, njohja e Zotit subhanahu wa taala. Ka thënë nëse të thuhet kush është Zoti yt, edhe kjo është metodë e mësimit, domethënë përmendja e sqarimit të një teme në formë të pyetjes. Kjo është prej metodave që të thellohet mësimi dhe sqarimi në mendjen e dëgjuesit. ولما كان لفظ الربوبية فيه معنى التربية قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. ربوبية الله لخلقه على نوعين، تربية أو ربوبية عامة، وهذا لجميع الخلائق من البشر والأنعام، يرزقهم ويهديهم يعني في أمور الدنيا. وهناك تربية ربوبية خاصة وهي تربيته لعباده من أهل الإيمان على الإيمان وتأييدهم بالنصر، فهذه عبودية ربوبية عامة وربوبية خاصة. نعم. Me që fjala Rabb e përmban kuptimin e fjalës tarbije, që do të thotë kultivim ose edukim ose domethënë mbikëqyrje dhe udhëheqje. Duhet të tregojmë se rububia ose kultivimi ose mbikëqyrja, zotrimi I Allahut subhanahu wa taala mbi krijesat e tij është dy llojesh: tërbie e përgjithshme ose zotrim dhe kultivim I përgjithshëm. Domethënë kjo I përfshin të gjitha krijesat, pra se Allahu është krijuesi I tyre dhe Allahu është furnizuesi I tyre, ai është sunduesi. Domethënë ky është zotrimi I përgjithshëm. Dhe kemi zotrim të veçantë ose rububie të veçantë, që është kujdesi, kultivimi dhe edukimi I Allahut I veçantë për disa prej krijesave të tij, duke u dhënë udhëzim dhe përmirësim të gjendjes së tyre. ومن أنواع التربية قال تربيته الله عز وجل العالمين بنعمه، أن الله سبحانه وتعالى أنعم على العالمين الإنس والجن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والإنعام من الله عز وجل من أوجه إفراد الله بالألوهية، يعني من دلائل توحيد الألوهية إنعام الله عز وجل للعباد وما أعطاهم من النعم. وهذا كما قلنا فيما مضى أن هذا من كون الربوبية يلزم منه إفراد الله بالعبادة. لما تعلم أن الله هو الذي أنعم على العباد وأنه هو ربهم، فإنه يلزمك ماذا؟ أن تفرد الله بالعباد. لذلك قال بعد ذلك وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا أقررت أن الله هو الرب إذن يلزمك أن تعبد الله وحده لا شريك له. Pastaj do thotë ka përmendur një prej llojeve të mbikëqyrjes ose të zotrimit, që është dhuntit e Allahut. Do të thonë se ai I ka krijuar dhe I mban jetë dhe I kultivon krijesat e tij me dhuntit e tij, duke u dhuruar dhunti. Dhe padyshim se Allahu I ka përhapur dhuntit e tij te të gjitha krijesat, edhe I ka shpërndar dhuntit e tij të shumta. Ka thënë Allahu wama bikum min ni'matin fa min Allah. Do të thonë çdo të mirë që e keni është prej Allahut. Edhe ka thënë nëse mundoheni të numëroni dhuntit e Allahut, nuk mund ta mbaroni numërimin e tyre.
Dhe kjo është një prej llojeve të argumenteve për tauhidul uluhiyya. Do të thënë pasi ai është që jep të mirat, edhe ai është që jep të gjitha llojet e dhuntive, atëherë nuk bën të adhurohet askush përveç tij subhanahu wa taala. Do të thënë kjo është një prej formave të argumentimit për detyrimin e veçimit të Allahut me adhurim. Prandaj ka thënë autori lejse li ma'budun siwa, do të thënë unë nuk kam të adhuruar tjetër. Pra ai është i adhuruar im i vetëm dhe unë nuk e adhuroj askënd përveç tij. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد معناها الثناء المطلق على الله عز وجل بجميع المحامد، وقال هنا الاستغراق أي أن العبد يثني على الله عز وجل الثناء المطلق الكامل الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. ولما كان الحمد لله إذن يجب أن تعتقد أن الله عز وجل هو رب العالمين فتعبده وحده لا شريك له. Pastaj ka thonë argument është fjala e Allahut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, Zotit të krijesave ose Zotit të botëve. Do të thotë se hamd, do të thonë janë të gjitha llojet e lëvdatave dhe lavdrimeve dhe lavdeve që i përshkruhen Allahut subhanahu wa taala. Edhe në gjuhën arabe kjo pjesa shquese, do të thonë el, e ka kuptimin e përfshirjes së plot. Do të thonë elhamdu, do të thonë të gjitha llojet e adhurimeve dhe e gjithë lavdia. E ka obligim robit ja shpreh Allahu subhanahu wa taala. Dhe pasi e gjithë lavdia dhe të gjitha lavdet i takojnë Allahut, të më thanë atëherë, e kemi obligim që ta veçojmë Allahun me adhurim dhe mos e adhurojmë askënd përveç tij. قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، أي أن الخلق كلهم علم على وجود الله عز وجل وعلى خالقهم، وهو وجودهم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى لأنهم ما خلقوا بدون شيء. Pastaj ka thënë çdo gjë përveç Allahut është krijesë ose arabisht alem, që ka kuptimin e fjalës alem, që do të thonë shenjë dhe argument. Do thotë çdo gjë që ekziston është argument dhe është shenjë për ekzistimin e Allahut. Pasi ekzistimi i këtyre krijesave nuk mund të jetë vetvetiu. Do të thënë kur i shikojmë krijesat, do thotë këto janë argument i mjaftueshëm se për zotrimin dhe se Allahu është Zoti absolut subhanahu wa ta'ala. فإن قيل لك بما عرفت ربك، وهذا رد على أهل الإلحاد ومنكر وجود الله سبحانه وتعالى. بين هنا أن كل آية في الكون وكل مخلوق من المخلوقات هو دليل على وجود الله، لأن الكون لا يمكن أن يكون، وهذا الخلق بإتقانه وما فيه من العجائب والآيات كلها دليل على وجود الله. في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Pastaj thot nëse pyetesh si njeh Zotin tënd. Edhe kjo është refuzim ose përgjigje ndaj njerëzve të mohimit, do të thënë ateistëve, të cilët e mohojnë ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala. Si e njeh Allahun, padyshim se e njeh, ka thënë thuaj, përmes shenjave dhe përmes krijesave të tij. Do të thënë çdo gjë që ekziston, çdo shenjë, çdo dukuri, edhe çdo paraqitje në krijesa, edhe vetë ekzistimi i krijesave janë argument për ekzistimin e Allahut subhanahu wa taala, pasi këto krijesa dhe këto dukuri nuk mund të shfaqen pa një krijues. قال بآياته ومخلوقاته. الآيات يشمل آياته الشرعية من القرآن وكتب الله عز وجل، هذا أيضا دليل على وجود الله وأنه هو الرب، ويدخل فيه الآيات الشرعية، يعني إما آيات شرعية وإما آيات كونية. الشرعية هي ما جاء من الكتب والرسل،
والكونية هي هذا الكون الذي فيه دقة المخلوقات والكواكب والنجوم والسماء والشمس والقمر، كلها دلالة على وجود الله. ومخلوقاته أيضا يدخل فيها جميع مخلوقات الله، الآيات الكونية كلها تدل على وجود الله عز وجل. نعم. Ka thënë, thuaj se njoh Allahun përmes shenjave dhe përmes krijesave të tij. Dhe shenja do thotë çdo lloj argumentit. Shenja në shariatin e Allahut ose në shpalljen e Allahut dhe shenja në krijesat e tij. Do thënë të gjitha ato argumentojnë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Do thotë të gjitha ajetet e Kuranit dhe të gjitha shpalljet që i ka dërguar Allahu janë shenja për që vërtetojnë rububien e Allahut, dhe sa është një dhe i vetëm. Do thotë njihet Allahu përmes këtyre shenjave dhe njihet përmes shenjave në krijesat e tij dhe në dukurit që i ka shpërndar në krijesat e tij. Edhe ka thënë ndër shenjat e Allahut janë nata, dita, dielli dhe hana. Do të thonë këto janë prej krijesave të Allahut. Pra thamë shenja dhe argumente shariatike dhe shenja ose argumente, si i thonë në gjuhë kështu kosmologjike, do të thonë që janë në krijesat në atë që ekziston. ثم ذكر جملة من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر والأرضين والسماوات، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. والشمس تجري لمستقر لها، وكذلك القمر ذكره الله سبحانه وتعالى، ذكر الليل والنهار، وذكر على هذا جملة من الأدلة. إذا نظرنا إلى هذه الأدلة التي يذكرها المؤلف سنجد أيضا أنها من الاستدلال بالربوبية على الألوهية. Pastaj ka përmendur çështje të tjera, si thamë nata, dita, dielli, hana, qiejt, tokat, edhe çdo gjë që ka në to, edhe çdo gjë që ka mes tyre. Këto gjitha janë argumente dhe shenja për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe këto janë përmendur në Kur'an, në ajete ndryshme gjejmë se Allahu e përmend mrekullitë e krijimit të diellit, hanës, natës, ditës, yjet, kështu me radhë. Dhe e gjejmë se çdo herë kur përmenden këto argumente për rububien e Allahut, janë si argument për detyrimin e veçimit të Allahut me adhurim. Do të thonë çdo herë kur përmendet rububia në tekstet e shariatit, merret rububia argument për uluhien. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بين هنا أن من آيات الله الليل والشمس والنهار والقمر، فإذا اعتقدت أن الله هو الذي خلق هذه الأشياء إذن يلزمك ماذا؟ إن كنتم إياه تعبدون، يلزمك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. وهذا الذي ذكرناه وكررناه، أنه كثيرا في القرآن يأتي الاستدلال بالربوبية والأسماء والصفات على وجوب إفراد الله بالعبادة. Më tutje ka thonë, argument është fjala e Allahut, ndër shenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hana. Pra i ka përmendur Allahu këto argumente dhe thotë mos bëni sejdë për mos i bëni sejdë as për diellin as për hanën, por bëni sejdë për Allahun. Pra çdo herë ku përmenden këto argumente që vërtetojnë rububien e Allahut, kjo përmendet si fakt për uluhije, siç është në këtë ajet. Pra pas janë përmendur këto argumente, ka thonë in kuntum iyyahu ta'budun, do të thonë nëse jeni që vetëm atë e adhuroni. Pra qëllimi i besimit në këto ajete, në këto argumente, në këto dukuri, qëllimi është që mos e adhuroni askënd përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. ومثله الآية الأخرى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها. قال في آخر الآية: تبارك الله رب العالمين. إذا الذي خلق هذه الأشياء يجب أن يفرد بالعبادة.
Gjithashtu edhe në ajetin tjetër, pasi ka përmendur këto krijesat e llodojshme, në të vërtetë Zoti juaj është Allahu që krijoi qiellin dhe tokën, dhe në fund, pra në fund ajetit thotë Tebarakallahu ahsanul khaliqin, do të thonë i lartësuar, i madhruar, i bekuar është Allahu, Zoti i krijesave, që është argument se, do të thënë, është sjell ky argumentim për të vërtetuar se vetëm Allahu duhet të adhurohet dhe askush posa tij. قال والرب قال رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Pastaj thot Zoti është i adhuruar i vërtet. Argument është fjala e të lartësuarit që u përmend dhe kuptimi i saj është: o njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili e ka bërë për ju tokën shtresë dhe qiellin ndërtesë, i cili prej së larti zbret ujë dhe ndërmjet tij, i cili prej së larti zbret ujë dhe nëpërmjet tij bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj mos sajoni me vetdije të adhuruar, të cilët i bëni të barabartë me Allahun. Ka thënë Ibn Kathiri, e mëshiroft Allahu i lartësuar, ka thënë krijuesi i këtyre gjërave është ai që meriton të adhurohet. قال هنا والرب هو المعبود وهذا أيضا على ما ذكرنا لأنه يأتي كثيرا في القرآن الرب إذا ذكر فإنه بمعنى أنه يلزمك أن تفرد الله بالعبادة. Pra ka thënë Zoti është i adhuruar i vërtet. Do të thonë nuk adhurohet askush përveç Zotit. Edhe kjo si thamë shumë herë, pra kur përmendet Zoti që do të thotë tauhidur rububiyye, do të thonë se detyrimisht nënkupton që nuk guxon të adhurohet askush përveç tij. Ky është argumentimi me rububiyye për uluhiyye. والفرق بين لفظ الرب والإله وكما يقول بعض أهل العلم هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أن الرب إذا ذكر وحده ويدخل فيه معنى الربوبية والألوهية، مثل قول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا ربكم بمعنى اعبدوا ربكم إلهكم، فهنا ربكم تدخل فيه إلهكم وإلهكم يدخل فيه ربكم، يعني الربوبية والألوهية. لكن إذا ذكر جميعا فإن الرب بمعنى توحيد الربوبية، أفعال الله الخلق والرزق والتدبير، والألوهية والإله بمعنى إفراد الله بالعبادة. وهذا مثل سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ما معنى رب الناس؟ أي له الربوبية من الخلق والرزق والتدبير. إله الناس أي هو المعبود، فإله ورب جميعا كان هذا بمعنى الربوبية وهذا الألوهية. وإذا ذكر أحدهما مستقلا دون الآخر يدخل فيه معنى الربوبية ومعنى الألوهية. مثل الحمد لله رب العالمين أي ربهم وإلههم. Dhe dallimi mes fjalës Rabb ose emrit Allahut Rabb dhe emrit Ilah është se si thonë dietarët përmend shehu se janë këta dy emra prej fjalëve që kur përmenden bashkë në një vend, secili ka kuptimin e veçantë për vete. Dhe kur përmenden veç e veç, do të thonë secili i përfshin të dy kuptimet. Pra kur thuhet në një kontekst thuhet vetëm Rabb, Zoti, e ka kuptimin e Zotit krijuesit, sunduesit dhe njëkohësisht edhe i adhuruari i vetëm me të drejtë. Do të thonë edhe e kundërta, kur përmendet vetëm në vete fjala Ilah,
e përfshin kuptimin e Rabb, do të thënë Zot, edhe i adhuruar. Dhe siç është ky ajeti ku thot Allahu u'budu rabbakum, pra adhuroni Zotin tuaj, që do të thonë që ai është Zoti juaj, krijuesi, sunduesi, dhe ai është i adhuruari juaj. Pra fjala Rabb e përfshin kuptimin e Zotit dhe të adhuruarit. Dhe në ajetet të tjera gjithashtu, dhe kur përmendet bashk, ose përmenden të dy emrat bashk, atëherë secili e ka kuptimin e veçantë për të, siç është surja Nas. Pra thuhet Qul a'udhu bi rabbin nas, do të thënë përmendet Rabb, Zoti i njerëzve, dhe më vonë ilahin nas, do të thënë i adhuruari i njerëzve, që është i adhuruari vetëm i vërtet, edhe me të drejtë. Këtu është ndarë kuptimi, do të thënë për secilin është kuptimi në fejtë. Do të thënë kjo është në përgjithësi, pra këta dy emra ku përmenden bashk kanë kuptim, secili ka kuptim të veçantë. Ku përmenden veç e veç, do të thënë secili përfshin kuptimin e tjetrit. ثم ذكر قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذا أول أمر في القرآن وهو أمر بالتوحيد وهذا من أدلة فضل التوحيد. أول آية فيها أمر في القرآن هي هذه الآية اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ثم في هذه الآية الاستدلال بالربوبية على الألوهية. اعبدوا من؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخر الآية. فلا تجعلوا لله أندادا. أيضا رجع إلى وجوب إفراد الله بالألوهية لأنه هو الذي خلقكم ورزقكم وخلق السماء والأرض وهكذا. Këtu pastaj si argument e ka sjell këtë ajet që e lexuam, ku ka thënë Allahu i lartësuar, o njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Dhe ky ajet është urdhri i parë në Kur'an. Do të thënë nëse fillon të lexosh nga fillimi i Kur'an, surën Al-Fatiha, pastaj fillon te surja Baqara, urdhri i parë që e has njeriu është ky urdhër, adhurone Zotin tuaj, urdhri për tauhid. Dhe ky është fakt për vlerën dhe rëndësinë e tauhidit. Urdhri i parë që gjendet në Kur'an është tauhidi, dhe ka thonë adhuroni Zotin tuaj, i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush, deri në vazhdim të ajeteve, i cili e ka bërë për ju tokën shtresë dhe qiellin ndërtesë e kështu me radhë, dhe në fund thotë mos sajoni me vetdije të adhuruar të tjerë që i bani të barabartë me Allahun, duke qenë se ju e dini se nuk ka të barabartë me Allahun. Do më thonë ndalimi i shirkut dhe sqarimi se tauhidi plotësohet me mohimin e shirkut. Dhe gjithashtu ky ajet është argumentim me rububie për tauhid uluhie. Do të thonë përmendet rububie si argument për uluhien. وهذا ما قرره ابن كثير قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ربوبية ثم ألوهية. Do të thënë këtë e ka sqaruar Ibn Kathiri në shpjegimin e këtij ajeti, se ka thonë krijuesi i këtyre gjërave është ai që meriton adhurimin. Ai është meritori për adhurim. Do të thonë rububie argument për uluhie. نعم بهذا نقف الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. Falenderojmë Allahun dhe lutim Allahun që ta bëjë të dobishme atë që e dëgjuam dhe mësuam, dhe lutim Allahun që t'ia shpërblej shehut dhe gjithashtu dëgjuesve me shpërblimet më të mira. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad.